Për Muj Krasniqin, figura e tina e ka karakterizu një djalë që ka mujt me pak mu kamuflu edhe mos me njoft masa. S'kemi dasht shumë edhe me konë njoftën për opinion. Dhe me thonë, vjetën kamuflar që ka bojë kanë gjitë do syza që si kanë gjitë asë njëherë me parë. Dhe Rexha ka dalë se ka qenë një djalë pak ma orator, mund të quj ashtu, se sa disa për i nesh atu, edhe e ka marrat me miratim për i nesh, e ka marrat përgjësi, edhe e ka përpilu po thuaj se tekstin atu këtu në mendimin e disave për neve. Kurse Davuti dihet, ka qenë edhe ka ardhë mu informu për dorës të parë se çka po ndodh ndërnis, dhe kemi dasht me ja bon edhe ati një nder, ose mi përfshi gjithë rajonet, ka qenë Drenica, Dugaxhini, Llapi, edhe visa tjera, po ne edhe ashtu e me këpritëm edhe gatishmërinë tina për me dalë, po kemi dasht në farforme edhe me nderu si djalë i ri, djalë trim, dhe një farforme i gatshëm me pranu edhe atë sfidë të cila ju a ofru atë ditë në Drenicë, kësaj ngjarje mund të thamë historike. Pas daljes publikës, daljes o që kjo në skenë, ndodhi hala diçka më e mirë, sepse e kuptun gjithë qytetarët se po vjen diçka e re, dhe sikur e kuptun që nuk shlirohet Kosova me politikë pasore, po fillun të rriten aksionet, të shpeshtohen aksionet gjitha ndaj Kosovën, të rriten grupet në gjitha qytetet e Kosovës, dhe ashtu ndodhi, po thuj se në gjitha teritorit e Kosovës fillun aksionet, fillun organizimet, fillun kontaktet, dhe ne nuk metëm vetëm në Drenicës, po kjo na bone muni halat më të fuqishëm sepse u shtun dhe u rritën grupet. Në Dugaxhin ka pas grupe edhe ma herët, në Llap ka pas grupe edhe ma herët, dhe me thonë krah, po thuj se grupeve tona, në Drenicë, kështu që atë grupe u rritën, u shumun, dhe rezultati kënë 98-ën, fillë edhe lufta frontale, gjithandej. Luftën frontale na fillum në 97-ën në Drenicë, dhe u rrit numre, filloj me orë armatime, dhe kjo na bone që muni hala ma të gatshëm, me armatos në djem, me gjithë njerëz që janë të gatshëm, po mungesa ka qenë ma shumë të armatimi se gatishmëria të qytetarët edhe të djem të s'ka mungu për asnjë çast për kësaj date.